Ure, selam aleikum, si t'ka vlajmë, qa bëhet me gjo? Më tha njoni që syni i mocës sa është i keq. Domethënë kur qef moca, domethënë ka rrezik të syni i mocës dhe kur qef domethënë kur ha buk ose kur ha ushqim domethënë që të kap syni i mocës. Për herë parë kam qenë, a dini gjë për këtë vëlla, zoti shpëlbej. Mu më pëlqejnë këto muhabetet, se ka ca muhabete që janë deri diku, ka ca të vërteta mrena, po ka dhe egzagjerime. Ke parasysh ca të vërteta dhe ca egzagjerime. Për shembull thotë ai, po e knove këtë surë do të që faktikisht çdo surë Kurani e bën atë punë. Mirë pa që të mori klikimet e që ti vin lek, ke llogaria, thotë këtë surë, ndërkohë që çdo surë Kurani bën mrekullia, kupton? Surja e mrekullive, thotë që kjo ndërkohë që çdo surë është surë e mrekullisë, nëse shikimi i mazës apo syni i mazës nuk ka, por kanë thonë, kur njeriu ka kafshë në shtëpi, siç është puna e macës, dhe ushqehet, është mirë ta ushqej, sepse mundet që kafshat marrin mësysh njeriu. I ndezet dhe asaj, si më thonë, ajo urrejtja, edhe mund ta godasë njeriu. Sheh Khalidi e thoshte këtë gjë. Profesor Khalidi e thoshte këtë gjë që mund të ndodhi. Për këtë arsye është mirë që kur ushqehet njeriu dhe ka maca aty drejtë ti hedhë diçka. Në këtë kuptim po. Po jo syu i macës në kuptimin po të pa macja kështu merr mësysh.